Leximi nga Apostulli i ditës. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në kapitullin 5, vargu 6. Duke pasur pra një kryeprift të madh që depërtoi qiejt, Jesuin, të birin e Perëndis, le të mbajmë rrëfimin ton, sepse s'kemi kryeprift që të mos mund t'i vi keq për dobësit tona, po kryeprift që u nga në të gjitha si ne, përveç se nuk mëkatoi. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim për dëllim e të gjejmë hir për ndihmë në kohë nevoje. Sepse çdo kryeprift që merret prej njerëzve, vihet kryeprift për njerëzit në punët që kanë të bëjnë me Perëndin, që të bjerë dhurata e therore për mëkate, të cilit mund t'i vi keq për ata që janë të paditur e të gënjur, sepse edhe ai vetë është veshur me dobësi. Edhe prandaj ka detyrë si për popullin, kështu edhe për veten e tij, të bjerë therror për mëkate. Edhe asnjë nuk e merr këtë nder prej vetes së tij, po ai që thirret nga Perëndia si Aroni. Kështu edhe Krishti nuk e lavdëroi veten e tij që të bëhet kryeprift, po ai që i foli: "Ti je biri im, unë sot të kam lindur", sikurse edhe në tjetër vend thot: "Ti je prift për gjithë jetën", sipas rregullit të Melkisedekut. Leximi nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8, vargjet 34 deri në kapitullin 9, vargu 1. Edhe si thiri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: "Kush të dojë të vi pas meje, le të mohoj veten e tij, e le të ngrer kryqin e tij, e le të më vi pas. Sepse kush të dojë të shpëtoj shpirtin e tij do ta humbas, po kush të humbas shpirtin e tij për shkakun tim dhe të Ungjillit, ky do të shpëtoj. Sepse çdo bi do të ketë njeriu në fitoft gjithë botën dhe të dëmtoj shpirtin e tij, apo çdo të jap njeriu për këmbim të shpirtit të tij. Sepse cili do që t'i vi tur për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez të përdalë fajtor, edhe të birit i njeriut do t'i vi tur për atë, kur të vi në lavdinë e Atit të tij bashkë me ëngjëjt e shenjtë." Edhe u thot atyre: "Me të vërtet po ju them juve, se janë disa prej këtyre që rrinë këtu, që nuk do të provojnë vdekje derisa të shohin mbretërinë e Perëndisë të ardhur me fuqi."